Dhe një taktik, sepse ju e keni parë që ne kemi reaguar në të gjithë format dhe gjithmonë edhe vetë zoti Berisha ka thënë që protesta do jetë paqësore, pavarësisht se në protestat e kaluara ka patur edhe veprime përtej qëndrimeve paqësore apo irrituese të protestuesve, madje disa janë provokuar edhe nga vetë policia, por edhe reagimi i policisë në protestat e kaluara ka qenë jo proporcional. Sot ne nuk kishim asnjë arsye që të tregonim forcën. Ne sot shkuam përpara parlamentit për t'i treguar në fakt shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve që koha na dha të drejtë se Edi Rama nuk kishte ndërmend jo vetëm të dorëzonte Belinda Ballukun, por nuk kishte ndërmend të distancohej nga veprimet arbitrare në dëm të interesave të Shqipërisë. Diplomatët ndërkombëtar bojkotuan seancën plenare. A është ky një sinjal i qartë ndaj ndërkombëtarëve për Edi Ramën dhe për qeverisjen e tij që po mbron korrupsion?